Administrata presidenti Donald Trump njoftoi dislokimin e 2000 trupave të gardës kombëtare të shtunën, ndërsa agjentët federal në Los Angeles u përballen me disa qindra demonstrues gjatë ditës së dytë të protestave pas operacioneve kundër emigracionit të paligjshëm në këtë shtet. Sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth paralajmëroi se Pentagoni ishte i përgatitur të mobilizonte trupa aktive nëse dhuna vazhdon në Los Angeles, duke thënë se marinsat në kampin Pendleton aty pranë ishin në gatishmëri të lartë. Agjentët e sigurisë federale të shtunën u përballën me protestuesit në juglindje të Los Angeles, ku disa demonstrues shfaqën flamuj meksikan. Një protestë e dytë në qendër të Los Angeles të shtunën mbrëma tërhoqi rreth 60 njerëz, të cilët lëshuan slogane kundër vendimit të presidentit Trump për të deportuar emigrantët e paligjshëm. Guvernatori demokrat i Kalifornisë Gavin Newsom kritikoi vendimin e administratës Trump, duke u shprehur se garda kombëtare po dislokohej jo sepse ka mungesë të zbatimit të ligjit, por sepse ata duan spektakël. Presidenti Trump falenderoi gardën kombëtare për punën e bërë në Los Angeles me një postim në media sociale. Ai përsëriti kritikat e tij ndaj udhëheqësve demokrat të Los Angeles përpara se të sulmonte protestuesit. Këto protesta të së majtës radikale nuk do të tolerohen, theksoi ai. Trazirat në Los Angeles shpërthyen pas operacioneve të kryera nga agjentët federal të emigracionit, të cilët arrestuan mbi 100 emigrantë të paligjshëm.